Është mjaft e bukur, mjaft e mirë, por ja që ka një gjenetik agresivitet. Jam retrash. Të nderuar shikues, kthehemi fiks pas 7 dite. Përshëndetje shikues të nderuar të kanalit tonë Mbretëria Shqip, qoftë në Facebook ose qoftë në YouTube. Sot kemi për qëllim kontrollin e kësaj kolonie e cila ka agresivitet të jashtëzakonshëm. Vitin e kaluar ka qenë shumë agresiv, po në ka dhënë shumë mjalt, këtë vit, po ashtu ka vazhduar agresivitetin. Në përgjithësi këtë vit, 2026, gjithandej kolonitë kanë qenë agresive, sepse na kanë shënuar shumë në privat, pse bletet i kanë agresive, sidomos në fillimin e pranverës, prill. Në muajin prill kanë qenë vete shumë agresive, kjo si rezultat i kohës moti jo stabil. Ka qenë shumë diell, ftohtë, shi, do thonë jo stabilitet, mungesë e madhe ushqimit dhe gjithandej bletet ishin agresive, sepse kishte edhe disa komente në për grupe, forume ndryshme për agresivitetin e bleteve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Moti ka qenë jo stabil, por kjo koloni nuk ka të bëjë me motin, kjo ka të bëjë me gjenetikën. Do të thonë ka disa bletë që kanë gjenetik agresive, edhe pse janë shumë punëtore, por janë të bezdishme në punë. Me qëllim nuk ka vendosur mikrofon, që të shohim do të thonë agresivitetin së sulmet e kësaj kolonie se si vin nga fitira. Kolonia dikaqe, mjaft e fuqishme. Ja. Ajo që ne do ne është ta gjejmë mbretëreshën dhe ta vrasim. Tash i kemi hedhë tim, sepse nuk lejon që të punosh, absolut. Kemi diafragmë dhe mbretëreshën e kemi në katin e parë. Kështu që Paulo Fare, mbretëreshën direkt e kërkojnë në katin e parë. Ashtu kemi lënë herën e fundit, dhe besoj që aty është. Ja po kontrollojmë më rëndësisht, sepse nuk është shumë. Kemi vendin e gabim dhe kemi në katin e parë. Dhe të ndali kamerën sa për të tim mbretëreshën. Shqipën i aksion, ta është agresiv, apo nuk të mund të qimë rrasë sepse bletët një kanë letë të shqetësuar. Nuk e di që këtë në nuk ka qëtë, në të trajtë të kërë. Si mund punohë në të të. Jam mbretëresha, ka qenë në kornizën e fundit të ushqimit. Është mjaft e bukur, mjaft e mirë, por ja që ka një gjenetik agresivitet. Më dhim se ta vras, kështu që do ta ndajmë një nukleus, ta kemi si lloj rezerve deri në shtator. Shohim si po shkon puna, ta vendosim në një nukleus. Me këtë kornizë me ushqim, të mojnë 2 jellje dhe 2 ushqim. Dhe mojnë një ndarje, kurse tek kolonia prim do të vendosin një mbretëresh të fekonduar, pas 6 orësh. Mbretëreshën e vendosa këto. Gjën shore e dikon mund të aksionin. Dhe në tonë mbretëreshën e rejtë. Në është pa që të presojnë me gjitha kornizat jo. Po në fakt kemi dash të krijojmë çibuk
katin e parë, por ndërprejtëm atë proces për arsye se sërish do të lindë një mbretëreshe agresive. Do të japim për pushqim që ta stimuloj dhe qetësoj, se rezervë ushqimore. Kthehemi dikun pas 5-6 orësh me një mbretëreshe të fekunduar, të cilën e kemi blerë. Shpresojmë që qetë cilësore. Ajo që duhet bëjmë është ta hapim portën e ushqimit. Portën e ushqimit ta hapim këtë kohë. Edhe fusim dikun në mes. Nuk është mirë të futet e poshtë sepse mund të vdesin të një blerë dhe të zënë portën e mbretëreshës. Edhe pse sugjerohet ashtu, po nga përvojë ju them që nuk është mirë. Për shkak se ka ndodhur ka vdekën bleta edhe e ka zënë portën. Perfekt. Nuk e prekim fare, vetëm i mbyllim dhe do ta kontrollojmë pas 7-8 dite. Të nderuar shikues, kthehemi fiks pas 7 dite. Pasi kemi vendosur mbretëreshën e re. Duhet të theksohet se kolonia si është vendosur një kornizë me ushqim, për arsye se nuk ka pas, po ashtu edhe kemi ushqim me 3 litra syrup, si rezultat i mungesës së madhe të nektarit. Po kjo nuk besoj që ka qenë faktor kryesor për agresivitetin e kësaj kolonie. Ushqimi ndikon, s'ka diskutim aty, ndikon shumë, por tek kjo koloni nuk ka pas rol për arsye se kjo dhe kur ka pas ushqim dhe kur i ka pas rezervat plot, kjo koloni ka vuajtur nga agresiviteti. Tani neve na intereson se është pranu mbretëresha apo nuk është pranu. Duket e qetë, shoh me kamera se kemi, nuk ka nevojë të kontrollojmë katin e ditë sepse dihet se ajo vetëm se e ka deponuar, domethënë ushqim që i kemi dhënë. Thjesht neve na intereson pranimi i mbretëreshës dhe a është e qetë kolonia. Nuk kemi përdorur ne. Largëm katin e ditë. Kemi mosin. Dhe kontrollojmë direkt në katin e parë. Shohim a kemi mbretëreshën. Ja ku ka qenë kafazi. Dhe mbretëresha sigurisht se ka dalë. Kontrollojmë mos vallë mund të jetë në këtë kornizë. Ku ka dhe pjellje. Dhe ja mbretëresha direkt te kjo kornizë. Shifini mbretëreshën ku është pranu. Në veti sa ka mundësi më duk. Na dolin nga ana tjetër. Ja mbretëresha. Dhe si shpëshifni se kolonia dhe më thonë nuk sulmon. E ka humbë, dhe më thonë instiktin e agresivitetit. Është mjaft e bukur, mjaft e mirë, por ja që ka një genetik agresivitet. Si rezultat i një mbretëreshe më të qetë, e cila nuk ka fermon, ose nuk ka genetik agresive. Dhe sidomos pasi ndrohet komplet gjenerata. Komplet ble të reja nga kjo mbretëresh, kolonia sigurisht se do të jetë edhe shumë më e qetë. Do ta zvresim, më falni një ndryshim i shkurt, do ta zvresim një kornizë me pjellë. Pjella komplet qetë në katin e parë që mos të jenë të zhvendosura bletat lart poshtë. Do thonë bletat infirmierit që kemi të fokusuara vetëm në katin e parë. Kjo është edhe qëllimi jonë. U plotësua me 10 korniza si rezultat i asaj se pjellën mos ta lënë lart. Kishim një kornizë me pjellë lart, nga mbretëresha e mëparshme. Shohim në këtë shkatën. Kjo është bosh, se mund ta heqim.
Të nderuar shikues, nga kjo video besoj që keni mësuar diçka të re. Kjo ishte teknika për qetësimin e agresivitetit tek një koloni me gjenetik. Ka shkaqe të ndryshme, të cilat ndikojnë në agresivitetin e kolonijes. Siç e kam thënë edhe në fillim të videos, një prej tyre është edhe mungesa e ushqimit. Faktori kryesor mund të jetë gjenetika siç ishte në këtë koloni, sepse kjo ka qenë edhe vitin e kaluar me agresivitet. Siç e patë edhe në video dhe siç po shihet se agresiviteti është ulur, mund të them lirisht deri në 50% ose më tepër, do qetësohet edhe më shumë kur kjo koloni të nxjerr komplet gjeneratën e mbretëreshës së re. Në këtë video po ashtu mësohet edhe teknikën e ndërrimit të mbretëreshës. Nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi, po ashtu edhe kritik, pse jo edhe lavdrata, janë të mirë së ardhura në koment. Nëse ju ka pëlqyer video, ju kushton asgjë një like. Kjo neve na jep motiv për të vazhduar me video tjera enkas për ju dhe gjithçka falas vetëm në Bletaria Shqip. Unë ju përshëndes dhe shihemi në një video tjetër. Mirëmbëngjes.